Në ulset e sallës së Kuvendit, më 15 prill për herë të parë nga zgjedhja e tyre, do të ulen deputetët e legjislaturës së re. Vendimi për seancën konstituive të Kuvendit është marrë të martën nga presidentja Vjosa Osmani. Presidentja e Republikës së Kosovës, Vjosa Osmani, pas certifikimit të rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve për Kuvendin e Republikës së Kosovës, të mbajtura më 9 shkurt 2025 dhe në përputhje me autorizimet kushtetuese dhe afatet ligjore, ka thirrur mbledhjen e parë të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Kosovës për datën 15 prill 2025. Bazuar në rregullore, përgatitjet për mbajtjen e seancës, kryeparlamentari aktual Glauko Njufca duhet t'i kryejë jo më vonë se 5 ditë para mbajtjes së seancës së parë të legjislaturës së re. Së bashku me kryetaret e subjekteve politike që kanë siguruar ulse në Kuvend, Njufca do të merret me caktimin e rendit të ditës e të uljes së deputetëve në sallën e seancave plenare. Përveç betimit të deputetëve, mbledhja konstituive legjislaturës sipas rregullores së Kuvendit nuk përmbyllet pas zgjedhjen e kryetarit e të nënkryetarëve të Kuvendit. Kjo seancë kryesohet nga deputeti më i vjetër në moshë i ndihmuar nga më i riu. Pas betimit, subjekti që ka siguruar më së shumti ulse në Kuvend duhet të propozojë kandidatin për kryeparlamentar. E derisa kanë mbetur edhe 2 javë deri në ditën e zgjedhjes së tij, lëvizja vetëvendosje që i ka fituar zgjedhjet nuk ka bërë të ditur nëse ka vendosur se kë do ta propozojë për këtë post. Në përputhje me kohën dhe afatet, lëvizja vetëvendosje do t'i ketë të gjitha propozimet e saj për pozitat përkatëse. Kryetari i Kuvendit konsiderohet i zgjedhur nëse merr së paku 61 vota. Pas zgjedhjes së tij vijohet me zgjedhjen e 5 nënkryetarëve të Kuvendit, njëri prej të cilëve duhet të jetë nga komuniteti serb e një tjetër nga komunitetet e tjera jo shumicë. Kuvendi konsiderohet i konstituuar vetëm pas zgjedhjes së kryetarit dhe nënkryetarëve, ndërsa sipas rregullores seanca nuk mund të ndërpritet më gjatë se sa 48 orë.